Në atë moment që dukej si bisedë e lehtë, si një pyetje e zakonshme mes banorëve, askush nuk e mendonte se situata do të merrte tjetër drejtim. Sasha, me një ton kurioz dhe ndoshta pak provokues, e pyeti Edin, çfarë lloj femre të pëlqen? Pyetje që këtu brenda është bërë qindra herë, sepse në Big Brother çdo përgjigje lexohet më thellë se sa thuhet. Edi, në vend që të përgjigjej sinqerisht ose thjesht, zgjodhi ironinë. Të mushme, kështu si ty, ja ktheu me një buzëqeshje që nuk dijej nëse ishte shaka apo thumë. Një fjali e thënë lehtë, por që mbante brenda tallje, në vlerësim dhe një lloj arrogance që nuk kalon pa u ndjerë. Sepse ka dallim mes humorit dhe ironisë që prek. Sasha e mori atë fjali ashtu siç ishte, jo si kompliment, por si përqeshje. Dhe reagimi i saj erdhi spontan, i papërpunuar, i sinqert. Një shpull, jo e dhunshme, jo nga inati i errët, por si një përgjigje nervoze, e shoqëruar me të qeshur, sikur të thoshte, mos e tepro. Një veprim që për disa ishte shaka, për disa kufi i kaluar, por për të ishte reagim momenti. Në atë çast u pa qartë se sa e hollë është vija mes lojës dhe respektit. Sepse fjalët, edhe kur thuhen me të qeshur, kanë peshë. Ironia, sidomos kur prek pamjen apo qenien e një gruaje, nuk është gjithmonë humor. Dhe Sasha nuk pranoi ta gëlltiste atë fjali vetëm sepse u tha me buzëqeshje. Big Brother është shtëpi ku emocionet janë të zhveshura. Njerëzit reagojnë pa filtra, pa kohë për të menduar dy herë. Ajo shpull nuk ishte thirrje për konflikt, por sinjal që edhe shakaja ka kufi. Që nuk mund të fshihesh pas ironisë dhe të presësh që tjetri ta marrë si kompliment. Edi mund ta ketë thënë për lojë, për batut, për të bërë sallën të qesh. Por jo gjithçka që bën të tjerët të qeshin është e drejtë. Ndonjëherë dikush qesh për të mos shpërthyer. Dhe Sasha zgjodhi ta mbyll momentin me një gjest që ishte po aq ironik sa fjala e tij. Kjo situatë tregoi edhe një herë se këtu brenda, çdo fjali ka jehon. Çdo batut mund të kthehet në për.